një pjesë të vërtetës, pi presës e tute. Hajtë ma thuj këtë se kjo çeka për deklarat për ta prerë këtë deklarat. Thuj? Përgjigja e saktë është, nëse nuk i merr 51%, ai kur nuk të bëhet. Kush ai? Është vërtet. Albin Kurti. Sa i përket pyetjes suaj nëse Albin Kurti duhet të jetë edhe një mandat kryeministër, unë besoj. Një kryeministër i suksesshëm duhet të ketë 2 mandate, jo vetëm një mandat. Ky konsiderohet kryeministër i suksesshëm. Së pari, e ka pensionuar një klasë politike që ka qenë thellësisht e korruptuar dhe e padijshme. Kjo diçka një arritje jashtë mase, i ka liberalizu vizat, është pjesëmarrës në një qeveri që i ka siguru Kosovës. Kosova është jashtëzakonisht e vogël, ka arrit me marrë përgjegjësinë për me organizu lojrat mesdhetare, arritja më e madhe shekullore mas lirimit dhe pavarësisë së Kosovës. Dhe së treti, për ju nga rëndësia e ka shliru një pjesë të territorit që jo vetëm që ka qenë e kontrolluar nga bandat, por nga aty Serbia ka pasur fuqi aq të madhe sa që ka arrit non-stop ta sabotojë shtetësinë e Kosovës dhe zhvillimin. Fort politik duhet i pri Kosovës. Edhe një mandat e meriton. Jo teknokrat. E meriton edhe një mandat. Për tretin nuk e di a e meriton, nuk po them që e meriton. Po edhe një e meriton. Nuk është që nuk ja kishte.